Edhe 27 vjet pas përfundimit të luftës në Kosovë, ati rreth 1560 personave të zhdukur me dhunë vazhdon të mbetet i pasbardhur. Në përmbyllje të projektit Shpalosja së vërtetës, luftimi i gastarisë monoetnike dhe avokimi për personat e zhdukur në Kosovë, u theksua se një nga pengesat kryesore për zgjidhjen e kësaj çështjeje mbetet moshapja e arkivave shtetërore, ushtarake dhe policore të Serbisë. Presidentja në detyra Lublina Xhiu tha se familjet e personave të zhdukur vazhdojnë të jetojnë me mungesën dhe pritjen për një përgjigje. Serbia ende i mban të mbyllura arkivat e saj ushtarake, policore dhe shtetërore. Ndaj në këtë proces Serbia mban përgjegjësi të drejtë për drejtë. Në ato arkiva mund të gjenden të dhëna për urdhra për varime, zhvarime dhe vendodhje që familjet i presin prej më shumë se një qerek shekulli. Hapja arkivave nuk mund të mbetet çështje e vullnetit të Beogradit. Derisa u bë thirrje partnerëve ndërkombëtar që të bëjnë presion ndaj Serbisë, sipas Haxhiut, zbulimi i varrezave masive në territorin serbe ka dëshmuar se fshehja e gjurmëve të krimeve është bërë në mënyrë të organizuar. Ndërkohë, Bashkimi Evropian theksoi mbështetjen për proceset e drejtësisë tranzicionale dhe pajtimit në Kosovë rajon. Drejtësia për viktimat, përgjegjësia për autorët e krimeve dhe përgjigjet për familjet e personave të zhdukur nuk janë çështje opsionale. Ato janë themele të domosdoshme për një pajtim të qëndrueshëm. Drejtësia tranzicionale mbetet një element i rëndësishëm i rrugës evropiane të Kosovës. Në kuadër të projektit janë realizuar 80 intervista në mbar Kosovën dhe janë dokumentuar mbi 200 orë materiale me rrëfime të familjeve të personave të zhdukur. Sipas organizatorëve, qëllimi ka qenë që përtes statistikave të ruhen kujtimet, historitë dhe identiteti atyre që ende mungojnë.